Me rastin e natës së madhe e natës së Mirajit, imami i Bashkësisë Islame në Prizren, Orhan Efendi Bislimaj, ka folur për rëndësinë e madhe të kësaj nate të udhëtimit të profetit Muhammed. Ai me këtë rast tha se kjo natë ka rëndësi të madhe dhe ka folur për rëndësinë e kësaj nate të madhe. Është një natë shumë madhështore dhe për këtë natë pikërisht ka folur i madhi Zot në Kur'an, por ka folur edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithet e tij të sakta. Pra nuk bëhet për ndonjë natë që kanë mundur ta vendosim ne si ummet Muhammed alayhis salam. Për këtë ka folur vetë i madhi Zot në Kur'an, kur ka thënë subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Thot Allahu i lartë madhruar është Allahu i cili ja mundsoi robit të tij Muhammedit alayhis salam udhëtimin brenda një pjesë të natës nga Qabja në Mekë në Mesjidul Aqsa në Jerusalem. Dhe prej aty deri në përmbi 7 palë qiej deri në Sidratul Muntaha, pra deri atje ku nuk lejohet të shkojnë e të depërtojnë krijesat e tjera, përveç se Allahu ja ka bërë këtë nder, këtë privilegj Muhammedit alayhis salam. Pra ky është përkufizimi i Isras dhe Mirajit. Asnjëherë pejgamberi alayhis salam nuk ka thënë se këtë udhtim qiellor, pra prej tokës deri përmbi 7 palë qiej e deri atje ku Allahu ka leju për të biseduar me pejgamberin alayhis salam, nuk ka thënë se e ka bërë vetë këtë udhtim, por gjithmonë e ka thënë se këtë udhtim ja ka mundsuar Allahu. Dhe ka shumë dallim, pasi që Allahu ka fuqi madhështore, edhe udhëtimi ashtu siç përshkruhet edhe në Kur'an ka pasur për qëllim që Allahu t'ja shpjegoj disa prej argumenteve madhështore pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe ky udhëtim që ndëlidhet me këtë ka ndodhur pikërisht në disa rrethona të vështira për pejgamberin alayhis salam. Atë në ato momente, siç e quajnë edhe dietarët islam, ka ndodhur në vitin e dëshpërimit, kur pejgamberi alayhis salam e humbi bashortën e tij Hatixhen, por e humbi edhe xhaxhain e tij Ebu Talibin, dy mbrojtësit fizik dhe shpirtëror të pejgamberit alayhis salam. Dhe kundrejt kësaj u përball me një vështirësi, me një rrezik, me një sulm nga populli i Taifit, që është një vendbanim afër Mekës. Pejgamberi alayhis salam paksa u dëshpëru. Dhe në këto momente, në këtë gjendje të dëshpërimit, Allahu ja mundsoi këtë udhëtim qiellor, kur e ftoi në rezidencën e tij i lartmadhruari, në mënyrë që pejgamberi alayhis salam të shoh disa prej argumenteve madhështore, dhe do të shohim që pas Isras dhe Mirajit, pas këtij udhëtimi qiellor të pejgamberit alayhis salam, do të kemi një vullnet tjetër apo një këmbgulësi tjetër tek pejgamberi alayhis salam në misionin e tij. Në kuptimin praktik, në kohën e tanishme, Israja dhe Miraji nënkupton një përkrahje të Allahut ndaj robit besimtar, ndaj njeriut besimtar, ndaj atij i cili gjithmonë në jetën e tij udhton me hatrin e të madhit Zot, që përkushtohet në respektimin e urdhëresave të Allahut, që përkushtohet dhe largohet nga të gjitha ato që Allahu i ka ndaluar. E i madhi Zot këto veprimet njeriut i sheh dhe i vlerëson, edhe e përkrah në rrethonat kur njeriu është ngushtë edhe ka nevojë për përkrahjen e Allahut. Por në anën tjetër, në kuptimin praktik të tanishëm, Isra dhe Miraji është edhe një motiv për punë, një këmbgulësi në arritjen e objektivave që ne si besimtar i kemi në jetën e përditshme, apo si ummet i kemi në atë strategjinë tonë të arritjes si qëllime. Në mos asgjë tjetër, Allahu asnjëherë nuk do të na mbën përgjegjësi si njerëz se sa kemi mundur të arrijmë objektivat në jetën tonë. Por Allahu do të na mbën përgjegjësi se në kohën e duhur sa jemi rreshtuar për krah atyre objektivave të drejta të sakta, të dobishme për popullin, për ummetin,
fundja të dobishme edhe për vetë individin. Kurse ai tha se nesër mbrëm, Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren për të shënuar këtë natë të madhe, organizon edhe një program fetar në xhamin e Sinan Pashës pas namazit të Yacis, ku me këtë rast do të ketë ilahi si program të pasur fetar. Andaj, pasi që kemi bërë përgatitje të shumta, besojmë se do të ketë një program të mirë, tha ai. Të organizoj një program fetar ku do të ketë përveç tjerash edhe ligjërat që do t'i kushtohet ngjarjes së Isras dhe Miraqit, do të ketë pjesë të mevludit, do të ketë kaside, do të ketë ilahi, por gjithsesi pjesën dërmuese të programit do ta dominoj edhe leximi i Kuranit, e që ky program do të ekzekutohet nga imamët e komunës tonë të Prizrenit. Shpresoj do të jetë një program shumë i mirë, shumë i përgatitur. Ne tashmë i kemi bërë të gjitha përgatitjet dhe vërtet ata të cilët do të vinë për ta përcjellur, do të ndahen të kënaqur.